Të dashur vëllezër dhe motra, mirë për ne të pavëmendshmit që nuk zgjohemi nga gjumi i pavëmendjes deri në fund të jetës sonë, por që ndrojmë të zhytur në dehjen e dynjas. Çdo ditë na shtohet edhe më shumë dehja dhe pavëmendja. Nuk kuptojmë asgjë përveç gjendjes kafshërore nga të ngrënit, të pirët dhe shumimit. Çdo gjë tjetër që bëjmë, qoftë edhe prej adhurimeve, e bëjmë për të ngopur barkun. A thua se namazi i miku të Allahut ka qenë si namazi ynë? Miku nuk i kërkoi asgjë, madje as nga Xhebraili, kurse ne i kërkojmë nevojat tona djallit, duke hamendsuar se ai do të na i përmbush ato.